Mes fotografive dhe dhimbjes u hap ekspozita që kujton 82 vjetorin e gjenocidit grek mbi popullsinë shqiptare të Çamerisë. Me fotografi po kujtohen të gjithë ata që para më shumë se 8 dekadash u përzun me dhunë nga shtëpitë e tyre e më pas u ekzekutuan. Kjo mundësua përmes ekspozitës që mbajti sot shoqata Çameria Kosovë, e cila mblodhi përfaqësues shoqatash, ushtar të UÇK-s, artist e qytetar. Kryetari i kësaj shoqate, Nexhme Muçiçi, tha se kështu po kontribuojnë në mosharresjen e kësaj të kaluare, sidomos për gjeneratat e reja. Çameria është lule që ka nevojë të ujitet për çdo ditë. Jo që po bëjmë ne një punë të madhe, por besoj dhe jam i bindën që po i kontribuojmë mosharresjes, po i kontribuojmë gjeneratave të reja që mos harrojnë. Pra, 82 vite, jo rastësisht, Greqia mundohet ta zgjatë këtë çështje që shqiptarët të harrojnë. Por zotëni të nderuar, jo, shqiptarët nuk do të harrojnë, do të punojnë me gjenerata brez pas brezi. Ish luftëtari i UÇK-s, Sabit Geci, ka kërkuar nga shqiptarët angazhimin e tyre për çlirimin e trojeve etnike, sepse sipas tij, asnjë gjë nuk vjen pa një mund dhe sakrificë. Të flasim për Çamerinë është një gjë e tmerrshme. Por ta flasim e mos të veprojmë është e më e tmerrshme. Një gjë që duhet ta luftojmë, duhet në heshtje dhe të veprojmë. Kështu që asnjë gjë nuk çlirohet për pa dhënë mund dhe sakrificë. Ju kisha lutur gjithë pjesëmarrësve dhe çdo shqiptar që të angazhohet për çlirimin e atyre trojeve. Ku unë isha para disa viteve e vizitova gjithë Çamerinë dhe aty pash gjithçka. Atëherë, unë s'pare për shumë Çameri Kosova është me ne. Duhet me thonë shqiptarët jem me ju. Se jo Kosova, po gjithë shqiptarë. Ne kur fillum luftën, fillum për bashkimin e trojeve shqiptare, ku ishte pjesë edhe Çameria. Dhe atëherë ne bëm betimin për bashkimin e gjitha trojeve shqiptare. Jo që ndahëm në për lagja, fshatra, rrugica, por bashkimin e trojeve shqiptare. Njësoj si luftëtari UÇK-s u shpreh edhe i ftuari Qendrim Kryeziu, i cili theksoi se të gjithë shqiptarët janë me Çamerinë dhe se ajo është zona e fundit shqiptare e cila përjetoi fatkeqësinë më të madhe shqiptare. Ashtu edhe unë, sikur komandant Geci, nuk është që them Kosova është me ju. Jemi gjithë shqiptarët ku do me ju, sepse Çameria është vetëm një zonë shqiptare aty ku është zona e fundit shqiptare e cila përjetoi fatkeqësinë më të madhe shqiptare, ashtu siç ishim duke përjetuar edhe ne në vitin 99 në Arbri, këtu në Prishtinë. Sepse kemi harruar edhe qytetin e Thënë, apo Athinën, sepse është qyteti dhe djepi shqiptar, djepi i Lirisë, djepi Pellazgjisë son, aty ku filloi të thuhej edhe të flitet gjuha shqipe për herë të parë. E artisti Naem Abazi u shpreh se Çameria është një plagë e thellë që ende nuk është shëruar në ndërgjegjen historike të shqiptarëve, dhe se fotografitë e ekspozitës janë dëshmi të hishtura të një kohe të errët. Nuk jemi mbledhur thjesht për të parë fotografi, jemi mbledhur për të kujtuar një tragjedi të madhe kombëtare, një plagë të thellë që ende nuk është shëruar në ndërgjegjen historike të shqiptarëve. Çameria përfaqëson vujtjen, dëbimin dhe sakrificën e një popullsie të tërë, e cila u përball me përsekutim, masakra dhe spastrimin e saj nga trojet ku kishte jetuar prej shekujsh. Fotografitë që shohim sot janë dëshmi të heshtura të një kohe të errët. Ato flasin për familje të shkatruara, për fëmijë të mbetur jetim, për gra e pleq të vrarë ose të detyruar të lënë pas gjithçka që kishin ndërtuar ndër breza. Ato flasin për shtëpi të djegura, prona të grabitura dhe një popull që u dëbua me dhunë nga vendlindja e tij. Sot jemi këtu për të përkujtuar 82 vjetorin e gjenocidit ndaj çamëve, një prej plagëve më të rënda në historinë e kombit shqiptar. Gjenocid dhe dëbim me dhunë të shqiptarëve të Çamerisë nga trojet e tyre. Ky përvjetor nuk është thjesht një datë kalendarike, është një moment i reflektimit, është një moment i kujtesës, është një moment i përgjegjësisë historike. Ne kujtojmë mira, burra, e gra, fëmijë,
që humbën jetën atë ditë, që u masakrun e u detyrun me u largu me dhunë prej trojeve tëne. Ekspozita u hap në mëngjes në hapësirat e hotelit Grand në Prishtinë dhe pret vizitor deri në orën 14.